Po zhvillojnë mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar në Pallatin e Brigadave me fokus ecurinë e procesit integrimit evropian dhe çështjen e Zvërnecit. Lidhemi tani me Ergjys Gjençajn për më tepër informacione. Ergjys, të përshëndes. Me ke përshëndetje, Partia Socialiste ka nisur mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar ku marrin pjesë të gjithë deputetët e kësaj force politike, por dhe anëtarët e kabinetit qeveritar. Një mbledhje kjo e cila zhvillohet pikërisht në këtë ditë të 21 të protestës mbarkombëtare me kërkesat e papërsërishme të patë dhe negociueshme nga protestuesit, rrëzimin e qeverisë dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. E në këto kushte, Partia Socialiste në këtë mbledhje të zgjeruar të grupit parlamentar do të ketë temë diskutimi edhe projektin e Zvërnecit. Pritet që kryeministri Edi Rama të bëjë të ditura detaje për sa i përket të zhvillimit të këtij projekti e ecurisë së përsa i përket pikërisht zhvillimit të këtij projekti. Dhe kujtojmë se kryeministri Edi Rama gjithmonë ka theksuar se projekti do të realizohet pavarësisht gjithë oponencës apo kundërshtisë së protestuesve, të cilët çdo mbrëmje zhvillojnë protestën e tyre kombëtare. Sot pritet një protestë, sot pasdite pritet një protestë e madhe kombëtare ku do të marrin pjesë edhe shqiptar të diasporës. Po ashtu në këtë mbledhje të zgjeruar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste do të ketë edhe një diskutim për sa i përket procesit të negociatave me Bashkimin Evropian. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha do të bëjë një rezime për sa i përket këtij procesi menjëherë pas mbylljes së konferencës së 8 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, në të cilën u vendos dhe nisja e procesit për mbylljen e kapitujve negociues. E një ndër kapitujt kryesor negociues është dhe kapitulli 27, i cili ka të bëjë me mjedisin. Dhe kujtojmë se pak ditë më parë Parlamenti Evropian miratoi rezolutën për Shqipërinë, ku një ndër pikat e kësaj rezolute kishte të bënte edhe me mbrojtjen e mjedisit dhe u theksua në një amendament të miratuar nga Parlamenti Evropian me vendosje një moratoriumi për zhvillimin e zonat e mbrojtura deri në momentin kur do të kemi ndryshimet e nevojshme ligjore. Këto janë për sa i përket kësaj mbledhje të zgjeruar të grupit parlamentar, e cila theksojmë se po zhvillohet me dyert të mbyllura. E qartë, faleminderit Ergjys për të lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit ju.